Pas tragjedisë në Koçan kanë reaguar edhe SBA dhe BE. Ambasadorja e SBA-s Angela Geller ka shprehur keqardhje familjeve të viktimave nga zjarri në Koçan, kurse kryeministri Christian Mickoski i ofron ndihmë pas tragjedisë në të cilën humbën jetën 51 persona. Më është thyer zemra për viktimat e shumta në zjarrin e mbrëmshëm në një lokal nate në Koçan, ngushëllimet tona më të thella për viktimat dhe të afërmit e tyre në këtë kohë të tmerrshme, ndërsa të lënduarve urojmë shërim të shpejtë. Humbja e kaq shumë jetëve të reja në një komunitet është një tragjedi e tmerrshme. Kryeministri Christian Mickoski i ka ofruar ndihmë dhe të gjitha resurset e ambasadës amerikane, si dhe lutjet tona për të gjithë ata që e vuajnë sot. Eurokomesaria për zgjerim Marta Kos ka shprehur, siç ka thënë, të rishtimin e thellë për shkak të tragjedisë në Koçan. Të pikëlluar thellësisht nga zjarri tragjik në Koçan, Maqedonia e Veriut, i cili mori jetën e shumë të rinjve, është shprehur ajo në platformën X. Duke shprehur ngushëllime për të ndjerët, Kos deklaroi se mendimet e saj janë me viktimat, të afërmit e tyre dhe gjithë komunitetin gjatë kësaj tragjedie të tmerrshme.